Edhe këta komunistat fletojët e ku që i këshin bot tjefqit ka. Ku me u vendos Që dhe Fidoni e ka stilë lopsën e kush. Edhe nëse më kanë për vëtë që të mund ku që e kom pas. Që kjo ka ty tjefqit. Ku është mirë? Gjelbër, gryne. Ku, Pa në regull? Ktheu mbrapa, okej. Dil pak më anësh, atje, e kap në rregull. Para se të filloj me analizimin e profileve që i kemi Ama shkurt, jo gjatë, se 6 vjet jemi edhe gjitha komunat. Desha ta tërheqin një paralelizëm në mes të komunës së Obiliqit dhe komunës së Drenosit. Në komunën e Obiliqit, kandidati ose kryetari i tanishëm ka qenë në AOK, shumë i fuqishëm, i respektuar. Edhe pse dul pi AOK-s, e fitoi Obiliqin veç vetë. E njëjta gjë do të bëhet sipas bindjes time dhe analizës time në Drenas. Edhe pse ka dalë pi PDK-s, ky ka me arrit me fitu. Ti apret ballotazh këtu jo. Apo me të parë? Mund të ketë ballotazh, mund të ketë. Se sa do kudo pak e ka dëmtuar. Po pak e ka dëmtuar që nuk është tash në PDK. Sa do kudo pak e ka dëmtuar, sa e ka qenë bastioni i PDK-s. Por ky prap do të fitoj. Po mos harrojnë që edhe herën e kalume ky ka pas probleme me PDK-n. Kur e sabotoi PDK-ja, dhe ky ka qenë PDK atër, për e sabotiki PDK-ja, kjo arriti në ballotazh ti pret fitore të Ladrovsit tonë. Po. Okej, faleminderit, merre ulsën atje të